Kemi një detyrë shumë të caktuar dhe është vetëm një detyra që ati na ka thirrur, se cilit prej nesh. Nuk na ka thënë që neve duhet të bëjmë këngë për të thënë janë dy gjini. Nuk na kanë thënë që duhet të aktivizohemi masandaj të shkojmë në për rrugët siç bën Babilonia dhe siç bën rrugët e kombeve, mënyrat e tyre, po ta bën atë mënyrë. Dhe masandaj unë e di që kanë shumë tituj sot në Shqipëri që dalin ndërkohë ai personi akoma nuk është rilindur. Dhe shumë prej nesh dhe do të shikojmë ato statistikat e censusit, çfarë besime kemi në Shqipëri dhe ku është gjendja alarmuese sot që dikush masandaj thoshte duhet të vishemi me të zeza sepse janë vërtet ditë të zije kombëtare. Pikërisht janë ditë të zije kombëtare që në Danielin 9. Pikërisht në Danielin 9 shikoje lutjen atij profeti që sot e marrim parasysh që jemi larguar nga rrugët e atit, jemi duke vazhduar të praktikojmë paudhësinë në Shqipëri, atë që përmendin emrin e Mesias, dhe themi dhe dalim asandaj dhe fuqizohemi nga njerëz të tillë. Dhe asnjë gjë kundra teje, Akil, në emër të Jashuas. Dashuria dhe vajtimi vërtet për kombin shqiptar, për atë që ati po thërrejt se cilin për nesh, ishte hapur. Dhe kjo barazia gjinore dhe të tilla gjëra që po implementon Istar, masandaj në kombin ton dhe për tej, që ju jeni shumë në djeni për disa struktura, por mungon ajo aspekti frymëror, i ati njeriu të frymëror që ka dallimin frymëror, dhe jo njeriu natyror, sepse romanët vetëtësh hapin atë strukturën utësinë e mirë në zemrat tona, në mendjet tona, transformimin e vërtetë që neve kemi nevojë për të ditur në qoftë se kemi frymën e shenjtë apo jo, sepse ajo marrja e frymës së shenjtë ka një proces të caktuar në vepra 2:38. Të inkurajoj shikoj mësimet e fundit në kanalin tonë që sapo fola. Si merret fryma e shenjtë? Është një proces shumë i caktuar që ati na ka vendosur, u fol me profetët, u implementua me profetin Johanan Gjon Pakzorin dhe vazhdoi me Mesian Jashuan që ishte profetizuar në ligji për 3:18 që do vinte dhe do vendoste fjalën e atit, udhërimet e tij, rrugët e atit, ligjen e përsosur të atit për të mësuar masandaj kombe dhe disiplinizuar siç tha në Mateu 28:19.